Përshëndetje vëllezër e motra, sot dua t'ju mësoj se si ti aplikoni apo ta dini se a keni ajo takojnë shtesat e fëmijëve pro Kinderzuschlag nga 297 euro për secilin fëmijë, përveç atyne 250 pro që i merrni kështu 255 që i merrni çdo muaj në mënyrë të rregullt. Shikoni pra videon me vëmendje. Në këtë rast tash duhet të hini në Bundesagentur für Arbeit në internet, të klikoni Kinderzuschlag beantragen. Edhe ju hopët që kjo faqat që mu ka hop mu ashtu. Shoni të poshtë dhe e klikoni qëto online Antrag Kinderzuschlag. Edhe hopët tash që kjo faqat tjetër me qëto kiz. Edhe qëto kiz load se starten. Kjo është me një formë si verifikim. Hina këto, ja bojna vajta, ju pyt, sa fmi pezomi keni, për shembull pja bojnë një, a merr shtesa për fëmi Kindergeld, ja bojna po, që njëni që merr, vajta, sa vjeçar është fëmiu, që pja bojnë afërsisht 7 që, i grahëm edhe këtu se këtu del një video, po më stalom, grunzi sharon, a merr një ndihma pi shtetit pro social apo diçka, se në qoftë se merrni me ndihma nuk ju takojnë, vajta s'marrum, po që këtu mos harro që to s'bëm ja bon kështu pa dashje se nuk i bën vajta. Shkojmë edhe këtu vajta më spresu më në qëtë video. Tasht, a keni një partner, pro a i një martuar kësu kur me hon këtë rast, na ja bojmë po. Tasht, sa e ki rogën në mujt, shemull bruto, pja bojna 2700. Jo 27 se neto pe marrë shemull 2000. Këtu dishka të hyrat shtes tjera nuk kemi, shembull. Edhe ako tash partnerja juaj apo partneri juaj pro që s'punon të hyrat tjera, jo. Nëse punon do të më shkru, vajta. A marrin fëmijët pare, pro a kanë ndaj të hyrë, pro ndaj mos punon në njëri prej tyre, që janë të rritur. Edhe këtu i lëm 0, vajta. A merrni pare për banesë vogël, pro që i qujnë në Gjermani, na pjalom shembull jo, por edhe me marr, mos harro se është mundësia, nuk e kufizon, tash t'ju tregoj në fund. Vajta, edhe këtu del një video, pro tash përfundimisht që thot, po keni të drejt dhe ju këshillon kjo që të shkoni edhe mite, po, pret edhe mite. Mite për shembull, pe paguaj na shembull 700 apo 750. Vajta, Kinderzuschlag që ku del me tik. Del thot ju takojnë, edhe tash thot vajta domthonë që me mush formularin. Që mos harroni çtu lexoni. Edhe me marr koment vogël, domthonë që nëse merr vogël, po thot, prap ju takojnë, po thot shtesat, por tash sa ju takojnë nuk është e sigurt që linku po të kush më apliku. Përndryshe, pas këtij peshet që ka qit ketë me xhelbërta, duhet të shkoni pro në Bundesagentur, familjen kase që i qynë këta, në qytetin e juaj dhe të mbushni formularet dhe të aplikoni. Besoj pro që isha i qartë, lozën e motra, që mos të paguni pro njerëz kot, apo të pësni se edhe mu me keni pyet pro me mia njerëz se si të aplikoj apo si duhet veproj, besoj që kjo video do t'i ndihmoj. Unë ju përshëndes të gjithë dhe me respekt, Muhamet Bajram Mehmeti, kaloni sa më mirë.